Luizeli, takova një hero që askush nuk e konsideron. Këngëtari shkodran Luizeli publikoi një postim në rrjetin social Facebook, të cilin e ka shoqëruar me disa rreshta mjaft prekse. Ai tregoi përballjen e tij me një punëtor krahu ose ndryshe murator, por Luizi nuk i quan të tillë, por i quan heronj. Ja çfarë shkruan në postimin e tij Luizeli dedikuar herojt që takoi në rrugë. Sot u ndala për të parë një njeri i cili ishte i djersitur dhe po rënkonte. Ishte afërsisht ora 14 dhe temperatura ishte e lartë. Ndalova duke e shikuar. Thjesht nga ecja po djersisja, imagjino ai. U shtanga duke parë vuajtjet e tij. Ai më shikon dhe thot: "Studio djali dashur dhe ik jashtë, sepse e imja tashmë është një jetë muti." Unë e pyeta: "Por si e bën këtë?" "Ka gati 40 gradë." Ai u përgjigj: "Dje një koleg dhe unë pësuam gjendje të fikti. Na morën në spital me një ambulancë, por pronari im do që ta përfundojmë brenda javës tjetër. Unë duhet të punoj me se s'bën, për ndryshe nuk çoj dot bukë në shtëpi. 4 vite më parë kam punuar në Oshe, për 14 vite, dhe në një zyrë të freskët. Pastaj më kanë hequr sepse kishte shkurtime, e ku ta di unë se çfarë. Kam 2 fëmijë dhe unë duhet ta bëjmë me patjetër për ata. Për fëmijët e mi, unë do të punoja 24 orë në ditë, për t'i parë ata sadopak të lumtur dhe të ndihen mirë. Unë kam shpinën e coptuar dhe lëkura ime është djegur nga dielli, por unë duhet ta bëj këtë." E përshëndeta dhe i urova fat dhe forcë. Ai më ofroi një birë që kishte aty në tokë dhe unë refuzova. Shkova për të blerë ca të tjera në lokalin aty pranë dhe ja dhash. Ai më falenderoi duke më thënë: "Ti je një djalë i mirë, të uroj që jeta gjithmonë të buzëqeshi." Në atë moment, unë vazhdova rrugën time, dhe në mendjen time, unë vazhdimisht shikoja fytyrën e atij njeriu që vështirë se do e harroj. Sot kam takuar rastësisht një hero që askush nuk e konsideron. Ka njerëz që thyen shpinën, duart dhe sakrifikojnë për 100 apo 200.000 lekë të vjetra në muaj. Mos i quani murator e ku ta di unë se çfarë. Thjesht thërrisini ata heronj.